nga Belinda në Lubi, ajo nuk bënte qovë një raport të vetëm, sepse e dinte që ato para po i vilte Edi Rama, dhe kryesisht Edi Rama. E kemi akuzuar Jon Velin dhe ju them unë ju me bindjen më absolute që ajo është bashkhajdut. Gjykata e posaçme vendosi të mbyllë çështjen e inceneratorit të Tiranës me dënime të lehta për shumicën e të pandehurve, duke zberur ndjeshëm peshën një afere më të madhe korrupsioni në vend. Nga 12 të pandehur, 7 u shpallën fajtor për shpërdorim të tyre, por dënimet e tyre u reduktuan ndjeshëm, ndërsa njëri prej tyre u shpalli pafajshëm. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka u dënua me 3 vite burgim, që pas gjykimit të shkurtuar ju kthye në 2 vite. Gjykata urdhëroi lirimin e tij për të rast, por ai vijon të qëndrojë në burg për 2 çështje të tjera të ngjashme. Të njëjtën dënim morën dhe Bledar Karoli dhe Erio Murataj, Taulan Tusha, Namik Simici dhe Valbona Balgjini. Ndërsa Sidita Kopliku u dënua me 8 dhjetor pune me interes publik. Jetmir Llapaj u shpalli pafajshëm. Ndërkohë deputeti socialist Arshi Bllako dënua veçmas me 2 vjet e 8 muaj burgim. Incineratori i Tiranës i planifikuar si projekti më i madh për trajtimin e mbetjeve urbane nuk u ndërtua kurrë, ndërsa miliona euro publike u zhdukën pa gjurmë. Kompania koncesionare u sekuestrua në vitin 2023 pasi u zbulua se fshihej nga biznesmenët Klodian Zota dhe Mirel Mërtiri. Sipas prokurorisë së posaçme, kompania ka përfituar në mënyrë të padrejtë kontratën me ndihmën e zyrtarëve publik. Megjithatë, SPA kërkoi dënime të ulta, të cilat gjykata i pranoi. Partia Demokratike përmes deputetes Jorida Tabaku e quajti vendimin njëthërime dhe akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe zyrtar të tjerë të lartë për përfshirje në skemën korruptive.